je? Të mos ngatrohe mund të je Anja. Mirë se erdhe dashur. Kënaqësi të të pres. Eda, po. Vjen mirë që ju kam këtu, nuk e shumë bukur. Hajde, reatohemi. Kosovën e keni parë shpesh Prishtinën, reatoheni? Kemi vite me thënë drejtën. Keni vite. Kemi vite që nuk kemi ardhur. Të më falenderoni mua dhe gëzimin që ju kemi sjellë këtu, a? Jo, një mundësi shumë e mirë, kënaqësi për qenë studio dhe kënaqësi për qenë në Prishtinë. Unë kam shumë qejf Prishtinën. Çam bani mend nga vitet e kaluara, herën e fundit që keni qenë në Prishtinë? Çau ka marr? Ka qenë para shumë vitesh, ka qenë para 10 viteve. Mos mbaj mend, ka qenë ekskursion me shkollë. Paska. Kemi qenë shumë të vogla. Diku 16 besa kemi bërë ekskursionin e fundit në Prishtinë. Okej, mirë. Le ta marrim këtë si të parë në moshë madhore, ku mund të vizitoni në më shumë vende përpos atyre të ekskursionit. Keni këtë intervistë të parën bashkë, apo keni bërë dhe më përpara? Është intervista e parë në Prishtinë, po. E para në Prishtinë, okej. Keni emocione kur jeni me njëra tjetrën? Apo e menaxhoni më mirë kur jeni veçmas? Jeni më të sigurta. E njohim njëra tjetrën. Jo nga ato motrat që janë pak xheloze dhe e kanë atë mendimin cilat flas më shumë. Jo, absolutisht jo. Biles dihem shumë herë më mirë që është Anja këtu, se më duket diçka pak më familjare dhe kur më ikin këto stresi ose emocioni që kam është më lehtë. Si i keni këto reagimet e njerëzve që nuk u njohin? Janë të bezdisshme dikur apo i merrni me takimet e parë janë binjake jeni? Kjo është pyetja më e shpeshtë, duhet ta sqarojmë. Pastaj duhet pakoj që të bëjnë dallimin, por që thonë mirë, nuk kemi pa ndonjë reagim jo të mirë, të themi. Dallime në tiparet e juaja të karakteret, se këto nga pamja i shohim e si shohim, se tash kam ngellë edhe unë të ju pa kështu, po çka dalloni ju të dyja kështu që keni shumë të ndryshme nga njëra tjetra? Shumë pyetje e bukur. Ka shumë. Domethënë në pamje gjejmë shumë të njëjta, por nëse na njeh, pastaj ka shumë ndryshime. Unë jam pak më kreative, do thoja, se Eda është më shumë te pjesa analitikës, merret më shumë me menaxhim, është pak më e strukturuar. Më pëlqen më shumë të kem gjërat e planifikuara më përpara, se sa ti lë spontanisht. Ndërsa Anja është pak më spontane. Më shturën Anja, më spontane. Po, më spontane, pak më serioze, pak më kështu thon. Okej. Juve në Shqipëri sa kohë keni jetuar para se të shpërnguleni? Në Shqipëri kemi jetuar 17 vite. 17 vite. Domethënë pjesën e gjimnazit, shkollën e kemi bërë këtu deri 17 vite. Më pas kemi shkuar në Stockholm për universitetin, master, edhe pastaj kemi hapur një firmë brand të tonin atje. Para se të dalë tek ajo edhe eksperienca ose përshtatja juaj në një ambient krejt tjetër jashtë Shqipërisë dhe i rrethuar me një mentalitet tjetër, keni shfrytzuar ndonjëherë për të mirë këtë ngjasimin tuaj? Të hyni provim për njëra tjetrën, çonin takime me njëra tjetrën me dikë. Kush ta ka thënë këtë? Po pyet, binjakët zakonisht kështu e kanë. E bëjnë dhe ne e kemi bërë, marrim avantazhin e kësaj pjese. Po, e kemi shfrytzuar pak faktin e të qenurit binjake. Pjesa e provimeve ka qenë, nuk është kuptuar. Ka hyrë Eda për mua. E falenderoj. Faleminderit. Po, edhe pjesë të tjera që kemi përdorur njëra tjetrën në kuptimin e mirë të fjalës për avantazhin. Okej. Nuk keni zbuluar asnjëherë, a? Fatmirësisht, jo. Edhe tani që po e flasim publikisht, ka kaluar kohë, kështu që kushdo nga profesorët diplomat i kemi marrë. Vështirë që ta kthej memorien edhe ta kujtoj se si ka qenë rasti. Kur ka qenë ky momenti që ju vendosët të studionit jashtë Shqipërisë? Pra si erdhën rrethonat? Ishte diçka e mirë menduar, ndoshta edhe para se të përfundonit shkollën, apo? Në atë periudhë ka qenë më shumë e mirë menduar nga mami dhe babi. Donin që ne të studionim jashtë, të merrnim një kulturë tjetër, dhe pse jo të krijonim një gjë të tonën, pasi mundësit janë më të mira, fatkeqësisht jashtë vendit. Jashtë vendit, dhe që ju e kishit atë stepjen që të mos doni të largoheni, apo veç fakti që ishit me njëra tjetrën? Me thënë të drejtën, nuk e kemi patur këtë. Frikën nuk e kemi patur në fillim.
Mbështetjen e njëra tjetrës se kemi pas gjithmonë dhe në fund të ditës diçka çfarë do lloj gjëje të ndodhë te njëra tjetrën e kemi. Nuk e kemi padur të stepjen. Edhe pavarësisht se ka qenë më shumë pjesa largimi nga familja, pavarësisht se kemi pas njëra tjetrën, pastaj duhej sikur prap diçka nuk ka qenë 100% e kompletuar. Sa ndjet, çka ju mungoi më shumë nga familja? Përpos gatimeve të mamit, se ndoshta kush nuk i mungon, a? Gatime tradicionale shqiptare. Po pse pikërisht Suedia? Pra, pse Stockholmi, pse jo në një vend tjetër? Me të drejtën as vetë nuk e dim. Donim një vend shumë ndryshe, donim vendin skandinav. Nuk donim as Europën, Ballkani, donim diçka kulturë më tjetër. Në vendet e Europës i kemi vizituar, na intrigonte pak Suedia. Skandinavia më shumë. Ashtu edhe si që ndoshta edhe paragjykohet, po shumë prej njerëzve edhe pa shkuar e cilësojnë si një vend të ftohtë, jo vetëm nga temperaturat, po edhe nga kjo socializimi edhe tipik skandinavët si janë. Ju doli ashtu, apo? Është shumë e vërtet. Ndryshimi i parë midis skandinavisë, thoja, dhe Ballkanit është skandinavët duan hapësirën e tyre personale, këto e vlerësojnë dhe e kërkojnë shumë. Ndryshe nga Shqipëria që ka... Këtu është më gjallëri, këtu. Po pra gjithë bashkë. Është shumë më gjallëri, e bën klima shumë më të ngrohtë. Po është dallim, ka shumë diferencë në fakt personat e skandinavisë me shqiptarët. Na mungon shumë Shqipëria, kështu që po gjejmë sa më shumë mundësi që të jemi një pjesë të jetës këtu. Okej. A ishte e vështirë nga ana financiare? E kishit vazhdimisht edhe për krahjen e familjes, apo u kujdesët që t'i lironi edhe ata nga obligime, ndoshta të filloni paralelisht bëni dhe studime dhe ndonjë punë? Po, vërtet. Të dyja. Si fillim ka qenë prindërit që na kanë suportuar financiarisht. Se kemi qenë, si që ta kemi qenë edhe të vogla, kështu që nuk kemi pas punuar, jemi fokusuar më shumë te studimet gjatë asaj kohe. Po që në vitin e parë të universitetit, pastaj kemi filluar të integrohemi më shumë me shoqërinë, të kuptojmë si funksionojnë gjërat, edhe tregu suedez më shumë. Po, tregu suedez, edhe i kemi bërë të gjitha paralelisht, shkollën, studimet, pastaj kemi hapur brandin, dhe ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar këto, sidomos të vitet e fundit njerë ka qenë shumë të ngarkuara. Ti kujtojmë pak nisjet e brandit, që sot veç ka marrë rrugën e vetë dhe është përmësuar, po ka lindur natyrshëm, është mirë menduar, ndërsa po drejtohen ty me këto organizime, se për Anjën ndërsa ka qenë më spontane si. Është, jo, kjo ka lindur shumë natyrshëm. Shumë natyrshëm, do më thënë, pjesërisht natyrshëm, por gjithmonë e kemi pazitur që duam të krijojmë diçka të tonën, të ndërtojmë diçka në tregun suedez. Mbas edhe nga fakti që prindit tanë kanë disa biznese në Shqipëri edhe kjo na ka shtyrë më shumë që të marrim më shumë iniciativa për të krijuar diçka tonën. Si e nisët, çfarë hapa morët për publikun? T'ju tregojmë pra ç'a keni bëu nga fillimi? Hapi parë kemi gjetur thjesht produktin që do krijojmë. Ajo që na pëlqen më shumë, çfarë na pëlqen ne më shumë dhe çfarë bën ne më shumë me dashuri. Dhe kemi zgjedh rrobat, pjesën industrinë e modës. Na ka pëlqyer gjithmonë, ky ka qenë hapi i parë, zgjedhja e produktit. Më pas dizenjimi, ka qenë hapi tjetër, në mënyrë se ne donim ta dizenjonim o çfarë donim të sillnim në treg. Ka qenë e vështirë, sepse tregu suedez duhet ta njohësh mirë, duhet të ka ato kriteret e tij që të përshtatet, edhe cilësia për një produkt para se të lançohet në treg. Çka ka ndonjë vështirësi që ju doli rrugës që se kishit menduar që mund ta gjenit në Suedi, pra që është totalisht si ju kështë thumë shku mendja ndonjëherë që do të përballeshit me të? Stili, në fakt stili veshjes. Si vishen vajzat atje? Unë mendoj se vishen pak më thjesht, janë me ato ngjyrat neutrale, janë më shumë tek tonet neutrale, nude. Të tokës më shumë janë. Edhe ne faktikisht donim të lançojmë një koleksion e ka pat më shumë ngjyra, por e këthem bek. E këthet, i bët shqiptare ato, a? E i bëm shqiptare. Ju kanë shikuar ndryshe, nga se po supozoj që si vajza shqiptare këtë na karakterizon kjo puna e stilit, jemi gjithmonë më të kuruara edhe në rrugë, edhe në përditshmërinë tonë, edhe kjo mbase bie shumë në sy kur kalojmë kufijtë dhe dalim në shtet tjetër, nga njëherë biles edhe gjykohet jo fort për të mirë,
Pra që nuk dukemi ashtu si pas rendit edhe vendit. I keni ndjerë ju këto nga shoqëria shoqet suedeze ku i di unë? Është e vërtet që njerëzit jashtë janë pak më praktik. Personalisht nuk e kam ndjerë, me thënë të drejtën. Mendoj se jemi bërë dhe ne pak më praktike. Po, edhe në qoftë se kam pa ndonjë kritik ose diçka e kemi kthyer si në feedback pozitiv, e kemi thënë okay, duhet përshtatemi, ose kemi marrë ata në pozitive, se duhet ta rregullojmë që edhe të integrohemi më shumë në shoqëri edhe në ambientin ku kemi punuar edhe me tregun. Dhe tashti, prej asaj kohe kur e keni nis, po flasim që ja ka vlejt çdo vështirësi si duket, a? Ja ka vlejt. Nuk jeni pishman për... Fillimet janë ato që janë më të bukura dhe rrugtimi kemi mundohemi ta shijojmë pafund. Pavarësisht se është i vështirë gjithmonë mundohemi të shijojmë, të festojmë ato sukseset e vogla deri tani. Po që ja ka vlejt pafund. Do me thënë, në qoftë se do ktheja kohën pas, do bëja absolutisht të njëjtën gjë. Kur ka qenë momenti i parë, apo çka mund të ketë ngjarë me Brendin, që ju i keni thënë njëra tjetrës, wow, tani si duket, po, kemi shpërthyer edhe jemi në rrugë të drejtë. Ka qenë kjo foto tek java e Beauty Week. Java e modës në Stockholm. Nuk e prisnim absolutisht jo që do na ftonin. Edhe të ishim pjesë, sepse siç e thash ka kritere, duhet të ka shumë kriterë, pastaj sustainability, cilësia, ka pa fund edhe na erdhi shumë surprizë kjo foto. I love it. Ka qenë një moment shumë i bukur. Po që na ka ndihmuar të lidhim më shumë kontakte java e modës. Edhe intervistat e para aty kemi dhënë në Suedi. Ju pyesnin nga vini, dinin për historinë tuaj? Pa fund, kemi patur, po kush na ka parë nuk mendonim se ishim shqiptare, më shumë te pjesa Italisë, në vendet e tjera, po që ishim shqiptare, jo. Si shkot në mendja? Po pavarësisht që tani besoj që dhe nga kontaktet që kemi krijuar ka goxha shqiptarë që po bëjnë një punë shumë të bukur në Stockholm dhe që kemi patur fatin t'i takojmë. Kështu që mendoj se edhe shqiptarët në Stockholm edhe janë shumë suksesshëm edhe kemi patë kënaqësinë që t'i takojmë. Ju përpas suksesit me Brendin edhe që arritet Stockholmit edhe gjithë Suedis, po edhe besoj kontaktet e tjera kanë qenë edhe të shteteve tjera, jo veç brenda vendit. I keni tregu që përpos që dini të krijoni të bukurën, keni edhe një shpirt human, një zemërzgjerësi përmes së cilës ju e treguat edhe nga fondacioni që keni hap. Keni qenë kështu dhe si të vogla të ndjeshme edhe me dëshirën për të ndihmuar të tjerët? Gjithmonë. Unë më të them që në të njëjtën kohë që menduam pasionin, që kishim dizajnimin e robave, ka qenë paralelisht edhe ky misioni për të ndihmuar sa më shumë familje dhe individ në nevojë, me sa mundësi të kemi. Si fillim, kur kemi bërë shitjet e para, 1% e të gjitha të ardhurave që kemi bërë ka vajtur në ndihmë të familjeve që ne personalisht i njinim, nga shoqëria dhe nga rrethi i afërt. Por tani besoj që duam ta marrim pak me më shumë vrull këtë mision e ta organizojmë akoma më shumë. Mund t'jetë edhe një arsye shtesë e ardhjes suaj në Kosovë, mbase do të po shikoni për të lanë edhe një copë të zemrës. Patjetër. Fokusin e kemi kryesisht në Kosovë dhe Shqipëri. Jemi duke ndihmuar familjet në të dyja shtetet. Kjo është një ndër arsyet, kemi duke punuar me 2 familje. Pavarësisht se është në një stad pak fillestar, më të themi, por që synimi është akoma më i madh dhe pse jo të kemi atë impaktin e madh dhe sa më shumë familje dhe ky është qëllimi jonë që të arrijmë sa më shumë. Në çfarë forme pretendoni ti dhe i keni ndihmuar këto familje? Ojë fjalë vetëm për anën financiare apo kryesisht ndihma ushqimore, veshje dhe në ndihmën e arsimit. Por që duam ta zgjerojmë akoma dhe më shumë se jo. Të bashkojmë sa më shumë shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës dhe shqiptarët jashtë. Cili ka qenë një moment shumë preks që keni përjetuar gjatë takimit me disa nga familjet apo me ndonjë antar në veçanti që ndoshta u ka ngel gjithë ditën mendje edhe ju ka bërë me undje edhe krenare me veten, por në njëjtën kohë edhe
të mërzitur kur kuptoni që ka akoma njerëz që jetojnë në këtë... E vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Domethënë, ne jemi larguar nga Shqipëria po bëjmë 8 vite dhe gjithmonë mendonim se kishte ndryshim në Shqipëri, po fatkeqësisht ka akoma familje të cilat janë në nevojë dhe kërkojnë ndihmë. Rasti i parë që kemi ndihmuar, besoj ka qenë ai që na ka ngel më shumë në mendje, do e bëjmë dhe publik, me miratimin e personave normalisht. Nëse natyra me pak emocionale, edhe kjo ka qenë edhe sfidë personale që kur takohemi me familjet fizikisht, aty është pjesa më e vështirë edhe rime mendojmë edhe pastaj na bën që ta zgjidhim sa më shpejt si rast. Ajo është bashkangjitur dikush në këtë iniciativë tuaj? A ka persona të tretë që mbase mund të jenë motivuar nga ju edhe ju kanë thonë, a mund të bashkohemi në këtë iniciativë, të ndihmojmë dhe ne në forma tona? Po. Si që thash, është akoma në stad fillestar, dhe si në këtë fazë jemi lidhur më shumë me njohjet që kemi, me kontaktet që kemi tani, dhe ato na kanë ndihmuar pastaj me pjesën e ushqimeve, familja ka suportuar, pastaj edhe një përqindje e brandit që kemi që vjen në ndihmë të këtyre familjeve. Duke parë vetën tuaj sot, me plotësimin edhe të ëndrrës së prindërve, po besoj që ka qenë halli tyre më i madh kur ju ka nisë për studime, që ju të mbaroni studimet edhe të jeni të rregullta, por edhe një dëshirë tjetër tuaj personale të brandit, mandej zgjerimi i anës fondacionit. Çka do i kishit thënë sot Anjës dhe Edës 17 vjeçare kur keni ikë nga Shqipëria, kur jeni largu? Sa e bukur, shumë e bukur. Okej, ato fillimet janë pak të vështira dhe ndonjëherë i merr më shumë me seriozitet se ç'duhet, do thoja. Jemi krenare, domethënë ëndrrën tonë po e realizojmë. Ëndra është akoma më e madhe, po është akoma në fillimet. Mundohemi të bëjmë më të mirën, po jemi krenare. Po deri tani. Deri tani, po. Nga ana e zemrës, si keni punët? Dhe pyesi. Shumë mirë jemi, kemi njëra tjetrën. Nga ana romantike, personale, dashurisë, pra. 24/7 me njëra tjetrën. 24/7 me njëra tjetrën. Na lëm punët. Unë ju dëshiroj shumë sukses, më vjen shumë mirë që u kthyet pas 10 vitesh në Kosovë dhe uroj që ta shijoni shumë. Ka ndryshuar shumë Kosova në 10 vitet që ju s'keni qenë. Besoj mund ta keni parë që në hyrje të parë, por shijojeni edhe ju pres, besoj herave të tjera, kur do, për akoma ëndra të mëdha të cilat duke qartëseve që i keni përpara. Kënaqësi për të qenë këtu. Faleminderit që erdhët. Arbrin, ne kemi gati për të na dhënë një këngë bukur në vazhdim, ndërsa unë të përcjell dy motrat që i kisha në studio, Edën dhe Anjën.